Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Historiete. Sot me ju do të sjell një lajm të gëzueshëm. Sot ju të gjithë do të kënaqeni, të gjithë do të gëzoheni, të gjithë do të festoni, do të kremtoni ashtu siç unë e quaj ditën e sotme ditë feste. Fenomeni që tronditi median shqiptare gjatë muajit nëntor dhe muajit dhjetor të vitit kaluar, e madhja Parashqevi Simaku sot ka bërë një arritje shumë të bukur në jetën e saj falë ndihmës pikë së pari të Eltoni Lirianit. Eltoni ishte ai i cili e transmetoi lajmin, e nxori Parashqevin në dritë edhe i aktivizoi shqiptarët e dashur që ta ndihmojnë zonjën Simaku, që t'i qëndrojnë pranë, që t'i japin dorën e mbështetjes, dorën e dashurisë, dorën e pozitivitetit dhe në fakt sot ka ndodhur një diçka shumë e bukur. Ju e dini që Parashqevia intervistën e saj të parë e dha besnikërisht te gazetari i parë shqiptar i cili në fakt e preku rastin e Parashqevis. Gazetari që e postoi këtë video, gazetari që e nxori atë foto, bëhet fjalë për Blendi Fevziun. Blendi Fevziu pati fatin nga të gjithë ne të merri pari raportimin apo intervistën e Parashqevis. Pse Blendi? Me patjetër që Blendi e meritonte sepse ai e foli i pari rastin e Parashqevis. Pastaj ne të tjerë të gjithë e komentuam nga Blendi. Parashqevia tek Blendi i tha të gjitha. I foli të gjitha, ndoshta edhe pse mbajti shumë sekrete, sepse unë dua të jem koherent. Parashqevia ka zgjedhur që tek populli shqiptar në intervistat e saj të para më të del e mrekullueshme, pa filtra, në kuptimin që mos merret me njerëzit që i kanë bërë dëm. Gjithjetën këtë gjë ka bërë, se po të futemi në karrierën e Parashqevis, nuk kemi një emër që Parashqevia ka thënë në karrierën e saj artistike që ky njeriu mua më ka bërë dëm. Nuk ka një emër të tillë. Që në vitet e saj të para të këndimit deri më sot Parashqevia kur nuk e ka thënë një gjë të tillë. Nuk thotë që mua më ka dëmtuar, po përkundrazi ka thënë që ky robi më ka ndihmuar, ky personi më ka ndihmuar, ky njeriu më ka ndihmuar. Dhe kur thonë që Parashqevia është koklart, mua më hikën truri. Koklart është ky njeriu që nuk ja dihet mirën tjetrit. Jo ky njeriu që gjatë gjithë kohës sot mua ky më ndihmoi, ai më ndihmoi, ky më ndihmoi, ky më ka nxjerrë sken, ky më ka bërë këngën, ky kështu, ky ashtu. Ky nuk është koklartësi. Kjo është mirënjohje, është respekt. Dhe nuk e di ne shqiptarët a e dim gjuhën tonë apo jo siç duhet, sepse ka ca gjëra që i ngatrojmë ne. Dhe për këtë gjën, Parashqevi Simaku, duke qenë e drejtë me veten e saj dhe me Zotin, ky është vizualiteti që ne duhet kemi, unë dhe Zoti, jo unë njeriu dhe Zoti, në asnjë mënyrë. Parashqevi Simaku po i merr gjërat në jetë në mënyrën më të mundshme, të mirë. Kur ti ke besimin në vete dhe në Zot, gjërat të vinë. Dhe Zoti nuk ja solli kot Eltonin. Eltoni te Parashqevia është dhuratë nga Zoti. Zoti e kishte bërë situatën që Parashqevia të dilte në këtë formë në pa, se Parashqevin mundesh të ta kafshon dhe një qen, mundesh të ta kafshon dhe një gjarpër, mos e thanë të Zoti, të mos ishte gjallë sot dhe do të humbesh te kufoma e saj dhe ne nuk do të dinim që Parashqevia jeton, por Zoti me ëngjëjt mbrojtës i ka qëndruar mbi kokë Parashqevis, e kanë mbrojtur nga gjithçka, e kanë mbrojtur nga çdo e keqe, se sado që Parashqevia të thotë unë në rrugë isha e lumtur, e kënaqur, e gëzuar, në rrugë nuk je kënaqur, në rrugë je rrezikuar, në rrugë mund të ndodhen gjithçka, në rrugë mund të bëhet çdo gjë, në rrugë mund të jesh prerë për dhunimit, në rrugë mund të jesh prerë prostitucionit, në rrugë mund të ndeshesh në një zënk të madh që mund të vdesësh nga një vrasje. Domethënë e dim se çfarë agresioni është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse atje jetojnë popull të ndryshëm. Dhe jo çdo kush është i lumtur dhe i kënaqur në rrugë, siç e shpjegoi dhe Eltoni, një vit jetosh në rrugë është sfidë me veten tënde, sepse e 24/7 jashtë dhe mund të ndodhen çdo gjë, domethënë nuk je kurrë i sigurt, sot nuk je i sigurt në shtëpinë tate, në dhomën tënde, jo më të jesh i sigurt në rrugë. Dhe por Parashqevia si Parashqevi që është, që gjithmonë ka qenë unike, që gjithmonë ka qenë e veçantë për stilin e saj të folurit, për mënyrën e saj të shprehurit, për mënyrën e saj të treguarit të gjërave, që kjo ka shumë rëndësi, Domethënë Parashqevia nuk ka qenë ndonjëherë fenomeni skandaleve, nuk ka qenë kjo këngëtarja që ka dalë në media dhe ka bën namin të grindet me këtë këngëtaren tjetër për këtë historinë. Parashqevia ka qenë artiste
Dhe artiste, pra nuk kam thënë gjithmonë që të jesh artiste, nuk është kohë hajtë bëjmë një këngë dhe quajmë artiste. Artiste është shpirtrisht ajo. Do të thonë është e lindur o vlla, është e lindur për këtë punë. Është e lindur për në skenë, e ka bo Zoti, që kur e ka dhënë Zoti në këtë univers, e ka bërë diva, s'ka çfarë aty dhe ky është realiteti që ne duhet ta pranojmë. Tani jo çdo kush e ka këtë yllin, parashivia ka këtë yllin. Dhe Zoti, që mos zgjatem shumë, se unë kur flas të komentoj për parashivin kur filloj, kam shumë gjëra për thënë dhe në fakt shumë padrejtësi po bën ndaj kësaj gruaje dhe këtyre njerëzve që e kanë ndihmuar dhe nuk e toleroj dot. Zoti ja dha Eltonin jetë dhe Elvirën, ta ndihmojnë zonjën Parashivi dhe Eltoni bëri një betim në vete, se kjo është betim, është sfidë, se sot dynjaja se mban nonën e vet në shtëpi. E jo të merr një mundim të ndihmon një personazh që nuk e njihte. Në me thënë, nuk ishte raportet u ndërtuan gradualisht, Parashivia e pa që Eltoni është njëri me shpirt mirë, është me zemër të mirë, është një djalë që ka punuar, ka vepruar, ka ndërtuar pasurinë e tij dhe ç'a interesi kishte Eltoni shkret, se kishte gjithë ato lekë Eltoni. Do të thonë, kishte met Eltoni të merr $100 Parashivis, është turp ajo që po flisni ju, dhe do të thonë, kur ta komentoni tjetrin, komentoni o vllai çik për atë që ka bërë. Mos komentoni gjëra pa lidhje, domethënë mos u bazoni tek gjëra që nuk kanë as esencë, nuk kanë as kuptim, po nuk kanë as vlerë, domethënë. Nuk kuptohet kur Eltoni $100 ka mëngjesin. Domethënë zgjohet mëngjesi ka $100 tjetri. Dhe për këtë gjën Eltoni nuk u mor me fjalët e popullit, si thon, por e bëri atë nismën e tij, e mori për sipër, e pa Parashivin, i tha hajde tek unë, e ndihmoi tjetri, dhe sot Eltoni së bashku me Kadri Morinën dhe zonjën Elvira, ja çka kanë bë. Shifni videon ju lutem. Më nxirrni videon. Ky krevati është me një dyshek me memory. Do jetë një gjumë i mrekullueshëm. Shko çfarë pamje, çdo gjë një mrekulli. Jam shumë i kënaqur se jam Parashivia. Do ketë një ambient kaq të mirë dhe kaq komod. Tu është divani, që tes ajo për të parë të gjitha videot YouTube. Kush e mbure, kush e shan nga këtu dhe shkë Parashivia. Dhe këtu është një ambient për të ngrënë. Vazhdojmë pastaj me kuzhinën. Kuzhina është një mrekulli e madhe, sepse këtu do bëj qoftet. Dhe do gatuaj dhe gjërat të tjera, byrek, frigorifer, shumë modern. Edhe banja që unë ktes për vaskën, një mrekulli. Stella! Përshëndetje Elton. Shumë e bukur, si të duket? Shumë e bukur. Ky është ambienti i ri i Parashivis, ku do qëndroj deri në fillim të vitit 2026. Fal zotit Kadri Morina, djalit të tij Klarit dhe Klaudit, të cilët kanë qenë suportues që prej fillimit e deri tashmë. T'ju tregoj pak ambientin ku do qëndroj Parashivia. Po, ka shpirt të madh Kadri Morina, i vetmi që po e ndihmon. Faleminderit shumë. Kjo është banja me vaskën e famshme të Parashivis. Ky është ambienti ku do qëndroj Parashivia, është një living room. Do më thënë divani ku do shkoj të gjitha videot YouTube këtu, ku e mburin dhe ku e shajnë. Po që ajo i do të gjithë. Ambienti ka një banje shumë të bukur. Vazhdojmë tek dhoma e gjumit. Dhoma e gjumit. Një mrekulli. Me këtë dyshekun me memory foam. E pra, ky është Eltoni Liriani. Ky është zoti Kadri Morina, të cilin unë dua ta falenderoj publikisht. Zoti Kadri, unë të falenderoj shumë bashkë me zonjën tënde këtë grua të mrekullueshme që e ke. Faleminderit që nuk i keni gjërat fjalë, por i keni vepra. Ju dhe Eltoni bët vepra dhe zonja Elvira. Zonja Elvira së bashku me nënën e saj. Faleminderit shumë që kësaj dive po ja bëni kushtet ashtu siç e meriton një diva, ha? Është kënaqësi kur një diva ka këtë pamje fantastike që po shet gjithë New Yorku në plumb dorës. Është mrekulli që ka këtë luksin. Dhe që thot Eltoni do ulet Parashivia, ti dëgjon ato që flisni ju këtu, do i dëgjosh Parashivi sepse ti je yll dhe ti e meriton këtë gjën. Dhe fal dashurisë të madhe që dha Eltoni dhe që të dam të gjithë ne,
ti more këtë luksin. Faleminderit shumë Zoti Morina për dashurinë e madhe që po tregon për zonjën Parashqevi dhe faleminderit që i ke ndërtuar këto kushte fantastike. Unë të falenderoj në emër të gjithë shqiptarëve.